Ambasadori i karrierës Sami Okelli ka dhënë dorëheqje nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Arsyet e kësaj dorëheqje kanë të bëjnë me zhvillimet e fundit që kanë ndodhur gjatë 2 viteve të fundit në dikasterin që udhëhiqet nga Donika Gërvalla. 4 herë ambasadori i Kosovës ka bërë me dije se zhvillimet në 2 vitet e fundit në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës nuk kanë qenë në përputhje me parimet e profesionalizmit. Sipas tij, këto zhvillime kanë krijuar një realitet të papajtueshëm me standarde që ai ka mbrojtur dhe përfaqësuar në karrierën e tij. Me gjithë përkushtimin tim të palëkundur, zhvillimet sidomos në 2 vitet e fundit në institucion kanë krijuar një ambient që në bindjen time të thellë nuk është më në përputhje as me parimet e profesionalizmit, as integritetit dhe meritokracisë. Këto zhvillime përbëjnë një realitet papajtueshëm me standarde që unë kam mbrojtur e përfaqësuar. Në këto rrethona e konsideroj të ndershme dhe të nevojshëm të tërhiqem nga institucioni. Ndër të tjera, ambasadori Okelli ka treguar për vlerësimet ndërkombëtare që ka pasur për karrierën e tij diplomatike. Vlen të theksohet se Okelli ka qenë një prej ambasadorëve të parë të karrierës së Republikës së Kosovës. Nga shpallja e pavarësisë, ai ka qenë 4 herë ambasador i Republikës së Kosovës në vende të ndryshme të botës. Deri më tani, ai ka qenë ambasador i Kosovës në Bern të Zvicrës. Largimi i ambasadorit Okelli konfirmon shqetësimet e shoqatës sindikale anëtarëve të shërbimit të jashtëm për degradimin e stafit diplomatik që ka ndodhur prej ardhjes së Donika Gërvallës në krye të këtij dikasteri. Kjo sindikat vazhdimisht ka shpërfaqur shkelje të rënda në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe avancimet politike në shërbimin diplomatik të Kosovës, duke injoruar profesionistët e diplomatët e karrierës.